Nisë ballafaqimi në dhëran të ndëruar shikues. Insiston Ferizaj, tjetër krosim i rrezikshëm, goditja pret portieri Eurolind Avdi Metaj. Një momenti vështirë në zonën. Në krosimi Abdul. Horizontalja tani e shpëton portën vendase. Duke luftuar për një vend që dërgon sezonin e ardhshëm në garat evropiane. Ja Mevlan Zeka. Blokohet goditja nga Marko Jovanovski. Tjetër mundësi, vjen kjo goditje nga Abdul. Topi shkon mbi portën e portierit Eurolind Avdi Metaj. Susuri. Pasimi është saktë zor kjo goditje dhe 1-0. Shënon Mevlan Zeka, mirë po, goli është anuluar. Dorën lartë me dora jeti ishte në offside. Mevlan Zeka. Edhe një tentim dhe super gol. 0-1 rezultati në avantazh Ferizaj. Minuta 58. Mundësia për Suarejken, kjo goditje. Kështu që topi është devijuar të tjetë korner. Endrit Krasniqi provoje. Ja ky pasim shumë i mirë, shohim çfarë do të cjell dhe gol realizon fitim Susuri. Minuta e 78, gjithçka baras në Suarejk. Sa bukur arriti qatë greja hapësirë. Fitim Susuri duke quajtur sakt më pas arritur të mposhtë. Krosimi Avdullit. Goditja me kokë. 1-2 shënon Ferizaj, rikthene përsin. Ja, krosim fantastik në zonë. Mos Olen arrin që të realizoj. Rikthejet e përsia të ndëruar shikues Marko. Këto mbyllet gjithçka të ndëruar shikues.